Problemi është vetëm ngushtica. Vetëm sa bën ngusht. Për 50 centim ose për 70 centim e lanë, pa unë rru 2 makina. Devijojnë. Po si sa problem, mërë rruga ngushtë është mase e rrezikshme e paraqet boll kanë bërë rreziqe dhe janë për plas, po viktimas mi pas për fat mirë. Atje kanë skopju goma turana në rrugë, se ajo shtull, ajo bordura rrugës, pjesa e ka kneta, e kështu që boll rrezik është, nuk bon, ja dim për njerë. Ku e di unë se që në fondet, unë jam i vjetër, unë s'morë vesh ka këto punë hiq. Visi i shof rrugën, e shof teritorin e këto punë, me këto nuk di gjanë fare. Me gjitha ta, mirë është me zgjeru kjo punë shteti. Rruga Trovica është katastrofë. Katastrofë, bëhet fjalë, nuk është e pakalueshme. Sidomos këto si shkojnë makina nga Lezhë, nga Trovica për Lezhë është cop. Burim aksidentësh? Ma normale, mos e normale. Po s'me pas kujdes shoferët me njëri tjetrin, rruga është shumë e lodhur. Po me pas me bë partia, po. Partia kanë dalë më shumë me villë se me bë.